Kush duhet t'i fitoj zgjedhjet e datës 28 dhjetor? LDK. Edhe pe diaspore kena ardhur? Me diasporës veç me votu LDK. Po, Përshëndetje. përshëndetje. Si je, e mirë? Mirë, jo? Mirë, faleminderit. Jemi pra emisionin 05, jam sot në sheshin e Ferizajt për pyetjen. Kush duhet t'i fitoj zgjedhjet e datës 28 dhjetor? LDK. LDK janë në krye me Lumir Abdigjikun. Po. Apo më tregon ai ke dëgju premtimet që i ka bë Lumir Abdigjiku? Po dërë dikund. Ka thonë që paga e mësuesve duhet të jetë 1.000 euro, ndërsa e policëve ushtarëve 900 euro. So pajtohesh me këtë deklaratë? Mendoj se çashtu ka më konë. Mendon që Lumir Abdigjiku kish punu mirë për Kosovën nëse të jetë kryeminist? Po. Gjithë kanë punu mirë edhe kanë me punu Po atë. LDK-ja kanë punu gjithë mirë. Po. Nëse po e sheh këtë video Lumir Abdigjiku përmes kamerës sonë, çka i kishe thonë? Veç të para, inshallah fiton. E përshëndesme, se jemi edhe qasa jone. Në rregull. Faleminderit shumë, përshëndetje. Ndërqofse edhe pe diaspore kena ardhur? Me diasporës veç me votu LDK. Po. Në rregull. Faleminderit shumë, respekt. Natën e mirë.